Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama përfundoi fushatën elektorale në Fushkruj, ku lajmëroi se pas zgjedhjeve do të dorëzohen 350 apartamente për familjet e prekura nga tërmeti. Ai gjithashtu prezantoi investimet në infrastrukturë dhe shëndetësi në Durrës, duke mbyllur fjalimin me akuza ndaj opozitës. Në përmbytje të fushatës zgjedhore, kryeministri Edi Rama zhvilloi një aktivitet elektoral në Fushkruj ku njoftoi familjet e prekura nga tërmeti se banesat e reja të cilat janë gati do të dorëzohen pas zgjedhjeve. Të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam të periudhë zgjedhore që ka disa rregulla të caktuara, kështu që lart në Krujë këto apartamente do të shpërndahen menjëherë pas zgjedhjeve. Fjalimi i kryeministrit shoqërua dhe me prezantimin e projekteve të realizuara në qargun e Turrësit, ku Rama përmendi investime në infrastrukturë dhe rikonstruksionin e shkollave dhe qendrave shëndetësore. Që shifni, damarët këtu me jeshil dhe me të verdh janë të gjitha rrugë të brendshme të qarkut Durrës. Dhe në totalin e tyre janë 596 projekte për gati çerek miliard euro dhe 362 kilometra rrugë të brendshme që janë rehabilituar në të gjithë qarkun e Durrësit. Vazhdojmë. Këtu kemi projektet e transformimit urban, janë 99 projekte 81 milion euro që kanë transformuar Durrësin, kanë transformuar Krujën lart, një destinacion historie dhe turizmi që ishte një qamet i madh, ndërkohë që me ndërhyrjet që kemi bërë është komplet tjetër. Përveç këtyre, fjalimi i kryeministrit përmbante akuzën ndaj opozitës, e cila sipas tij ka dështuar në menaxhimin e ekonomisë kur ka qenë në pushtet. Garën me Gjermaninë e bënte Bufi kur ishte në qeveri. Më vdeksha, po e pritësha këte, vdeksha unë për ty, rrofsh që kalove, rrofsh, hudhër, rrofsh. Kjo është rritja, po thosha që ne nuk jemi ngarë me Gjermaninë. Ngarë me Gjermaninë e bote Bufi, kur ishte në qeveri. Ju kujtohet që tha, arritëm, tha jemi dytët mas Gjermanisë. Edhe pastaj për pak përfundum në humner prap. Ne garën e kemi, ose krahasohemi me rajonin, me Ballkanin. Shihni sa e kemi rrit ne prodhimin në to vite, kurse kjo është mesatarja e vendeve të tjera të Ballkanit. Në fund të fjalës së tij, kryeministri bëri thirrje që të qytetarët të mbështesin Partinë Socialiste, duke theksuar se kjo është e vetmja mundësi për të vazhduar rrugën e zhvillimit dhe për të përballur me sfidat e ardhshme. Ai u shpreh se vetëm me votën për Partinë Socialiste Shqipëria mund të realizojë objektivin e saj të rindërtimit dhe zhvillimit. Deri më tani janë regjistruar 156.000 fletë votimi që kanë mbritur në Shqipëri nga diaspora, ndërsa vetëm gjatë mërkurës janë dorëzuar rreth 13.000 vota. Greqia po has pengesa në këtë proces pasi ka mbritur vetëm 1/4 e totalit të votave të pritura. Procesi i votimit nga diaspora vazhdon, ndërsa numri i fletëve të votimit të ardhur në Shqipëri ka arritur në rreth 156.000. Gjatë mërkurës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar rreth 13.000 vota, por ka disa pengesa që po hasen në disa shtete, sidomos në Greqi, ku ka arritur vetëm 25.000 nga 68.000 fletë votimit të pritura. Ky vonim ka sjellë një thirrje urgjente nga kryeministri Edi Rama, i cili u bëri thirrje shqiptarëve në Greqi që të përshpejtojnë procesin e dorëzimit të votave. Kryeministri theksoi se emigrantët shqiptar në Greqi janë më mbrapa për shkak të konfuzionit të krijuar nga kompania postare, duke nënvizuar se janë ende 36.000 zarfe të padorëzuara, por ka ende kohë për t'i kthyer ato në pikën përkatëse postare. 21.000 zarfa të padorëzuar. Do të thosha shqiptarëve të Greqisë që janë më mbrapa të gjithëve, jo për fajin e tyre, për fajin e konfuzionit që u krijuar nga kompania në ditët e para, 39%, forca janë dhe 36.000 zarfat padorëzuar, por ama ka akoma kohë. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi gjithashtu konfirmoi se 21.000 zarfe nuk janë dorëzuar ende për shkak të adresave të pasakta dhe që disa votues nuk i kanë tërhequr zarfet e tyre. Ky proces vazhdon të jetë në vëzhgim për të garantuar që çdo qytetar të ketë mundësinë e votës në zgjedhjet e ardhshme.
Partia Demokratike ka kërkuar një audit për procesin e votës së diasporës në Greqi dhe Itali, duke theksuar shqetësimet për shkelje të mundshme që cënojnë integritetin e zgjedhësve. Përballë këtyre shqetësimeve, Partia Demokratike kërkon që të rishikohet validiteti i çdo voti të dorëzuar dhe një hetim penal nga SPAK për të zbardhur mundësinë e blerjes së votave dhe përfshirjen e Partisë Socialiste në shpërndarjen e zarfeve. Partia Demokratike ka kërkuar një audit të theduar për procesin e votës së diasporës, veçanërisht në Greqi dhe Itali, ku janë konstatuar probleme të mëdha gjatë shpërndarjes së zarfeve me fletët e votimit. Në një letër dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila është vënë në dieni edhe OSBE Odiri, PD-ja ka theksuar se shkeljet më të rënda janë regjistruar në Greqi, ku jeton një pjesë e madhe e emigrantëve shqiptar. PD-ja ka dokumentuar një sër shkeljesh, të cilat sipas saj kanë cënuar procesin zgjedhor në disa shtete, përfshirë Italinë, Gjermaninë, SBA-n dhe disa shtete të tjera në BE. Në letrën drejtuar Komisionit Qendror Zgjedhor, PD-ja ka përmendur se shkeljet variojnë nga mungesa e transparencës procedurale dhe presioni politik deri tek shpërndarja jo zyrtare e fletëve të votimit dhe cënimi i fshehtësisë së votës. Një nga shqetësimet më të theksuara ka të bëjë me Greqinë, ku sipas Partisë Demokratike janë identifikuar raste kur aktivistë Partisë Socialiste shpërndan dhe mblodhën zarfe në mënyrë jo zyrtare në zona të ndryshme. Në Selanik janë regjistruar raste të filmimit të votës dhe përdorimit të zarfeve më shumë se një fletë votimi. Po ashtu në Rom është raportuar se votuesit kanë marrë zarfe nga fqinjet e tyre pa u verifikuar identiteti, ndërsa në SBA janë konstatuar raste ku zarfet janë lënë pa njoftim dhe pa firmën e marrësit. Përballë këtyre shqetësimeve, Partia Demokratike kërkon që të rishikohet validiteti i çdo vote të dorëzuar në zarf të pavullosur apo të paplot. Po ashtu ata kërkojnë një hetim penal nga SPAK për të zbardhur mundësinë e blerjes së votave dhe përfshirjen e Partisë Socialiste në shpërndarjen e zarfeve. Partia Demokratike thekson se është e rëndësishme që të bëhet transparencë plot mbi logjistikën e transportit dhe dorëzimit të zarfeve nga Shqipëria në Greqi dhe anasjelltes, duke siguruar që çdo proces zgjedhor të jetë i drejtë dhe i ndershëm. Ky shqetësim është shtuar edhe pas denoncimeve të partisë opozitare, e cila ka bërë thirrje për një hetim të plotë të këtyre shkeljeve për të garantuar një proces zgjedhor të pastër dhe pa ndikime të jashtme. Qeveria ka miratuar zgjatjen e vlefshmërisë për pasaportat dhe letër njoftimet që skadojnë deri në 11 maj 2025 për të garantuar pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha njoftoi se dokumentet do të mbeten të vlefshme deri në 31 maj, duke shmangur çdo pengesë në ushtrimin e votës. Për të siguruar një proces zgjedhor të pandikuar nga kufizimet e dokumenteve, Këshilli i Ministrave ka miratuar zgjatjen e afatit të vlefshmërisë në dokumentet e identitetit që skadojnë deri në 11 maj. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha sqaroi pas mbledhjes së qeverisë se letërnjoftimet elektronike dhe pasaportat biometrike do të jenë të vlefshme deri me 31 maj 2025, duke u dhënë të gjithë qytetarëve të drejtën për të marrë pjesë në votime. Rezulton se janë një numër i konsiderueshëm shtetësish me të drejtë vote, të cilëve u ka kaluar apo u skadon afati i vlefshmërisë së letërnjoftimit elektronik dhe pasaportave biometrike deri në datën 11 maj. Këto janë dokumente të domosdoshme për të marrë pjesë në procesin e votimit. Afati i vlefshmërisë së mjeteve të identifikimit, letërnjoftimeve elektronike dhe pasaportave biometrike që përfundojnë në datën 11 maj 2025 shtyhen deri në datën 31 maj 2025. Së fundmi, subjekte politike i kanë kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ministrisë së Brendshme dhe Këshillit të Ministrave shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së dokumenteve të skaduara. Në vijim, Ministri Hoxha foli dhe për organizimin e aktiviteteve ndërkombëtare që do të zhvillohen në vend, duke përmendur garën Giro d'Italia në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Ai kërkon mirëkuptim nga qytetarët për kufizimet e mundshme në qarkullim, të cilat do të njoftohen nga policia e shtetit. Se po punohet intensivisht për të garantuar mbarvajtjen e aktiviteteve të rëndësishme që do të mbahen këto ditë në Shqipëri, të cilat janë Giro d'Italia, që do të zhvillohet nga data 8, 9 dhe 10 maj, si dhe samiti i Komunitetit Politik Evropian, i cili do të mbahet në 16 maj në Tiranë. Në prag të zgjedhjeve të 11 majit, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë bën thirrje qytetarëve që të votojnë të lirë dhe pa presion. Në terren janë vendosur vëzhgues ndërkombëtar që do të monitorojnë të gjithë procesin elektoral. Autoritetet shqiptare nga ana tjetër janë të angazhuar në bashkëpunim të drejtë për drejtë për të garantuar zgjedhje të ndershme dhe të sigurta.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka reaguar publikisht në lidhje me zgjedhjet elektorale të 11 maj, duke i bërë apel të drejtë për drejtë qytetarëve shqiptar që të dalin në votime dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre themelore demokratike. Përmes një mesazhi të shpërndarë në rrjetet sociale, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thekson rëndësinë e një procesi të lirë dhe të pandikuar. Mos lejo të tjerë të flasin për ty. Vota jote është vetëm e jotja. Voto pa frikë, thuhet në deklaratën e publikuar nga përfaqësia diplomatike amerikane. Në funksion të monitorimit të zgjedhjeve në Shqipëri kanë bërritur një numër i konsiderueshëm vëzhguesish ndërkombëtar nga OSBE ODIHR. 26 prej tyre do të qëndrojnë për një periudhë afatgjatë dhe do të ndjekin nga afër të gjithë zhvillimin para dhe pas votimeve, ndërsa 300 vëzhgues të tjerë do të shpërndahen nëpër qendrat e votimit për të monitoruar në mënyrë të drejtë për drejtë ditën e zgjedhjeve. Paralelisht, strukturat shqiptare janë angazhuar për të garantuar një proces sa më transparent. SPAK, Policia e Shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë firmosur një marrëveshje bashkëpunimi që ka për synim goditjen e çdo tentative për blerje votash, manipulim apo intimitim të zgjedhësve. Prokurorit kanë regjistruar 44 kallëzime për krime zgjedhore që nga nisja e fushatës deri këtë të mërkurë. Kallëzimet përfshin akte të ndryshme si pengimin e subjekteve zgjedhore, përdorimin e funksionit publik për qëllime politike dhe përdorimin e palishëm të dokumenteve të identifikimit. Deri tani janë regjistruar 20 procedime penale, ndërsa SPAK ka nisur hetime për 35 raste. Në një njoftim të fundit nga Prokuroria e Përgjithshme janë regjistruar 44 kallëzime për krime zgjedhore që nga nisja e fushatës zgjedhore deri më 7 maj. Këto kallëzime janë bërë nga burime të ndryshme duke përfshirë policinë gjyqësore, SPAK dhe subjektet politike. Numri më i lartë i kallëzimeve është regjistruar në Dibër me 9 raste dhe më pas në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Po ashtu janë identifikuar 20 procedime penale ku veprat përfshin pengimin e zgjedhjeve dhe shpërdorimin e autoritetit policor. 2 kallëzime të bëra në Durrës dhe Fier janë dërguar për kompetencë në SPAK, ndërsa të tjerat janë ende në fazën e verifikimit. SPAK ka bërë bilancin e denoncimeve duke njoftuar për 115 kallëzime të regjistruara, nga të cilat 35 raste janë hapur për hetim. Këto kallëzime lidhen me aktivitete të dyshimta që mund të ndikojnë në procesin e zgjedhjeve, duke përfshirë përdorimin e palishëm të funksioneve publike dhe manipulimeve të materialeve zgjedhore. Në këtë periudhë të tensionuar zgjedhore, autoritetet vazhdojnë të ndjekin me vëmendje çdo denoncim për të siguruar që procesi zgjedhor të zhvillohet në mënyrë të ndershme dhe të sigurt. Procesi gjyqësor për çështjen sterilizimi është shtyr edhe një herë dhe këtë herë për shkak të gjendjes shëndetësore të avokatit të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Gjykata caktoi datën 21 maj për zhvillimin e seancës së radhës dhe pezulloi përkohësisht afatet e paraburgimit për të akuzuarit. Procesi për dosjen e bujshme sterilizimi është shtyr sërish pasi mungesa e avokatit mbrojtës të ish-ministrit Ilir Beqaj bëri të pamundur zhvillimin e seancës. Avokati Ermal Yzeira, që përfaqësonte Beqaj në këtë proces, dorëzoi një deklaratë ku njoftonte se nuk ishte i pranishëm për shkak të gjendjes shëndetësore. Sipas dokumentit, ai është diagnostikuar me pneumoni dhe po i nënshtrohet trajtimit mjekësor. Përveç Yzeirat, munguan edhe disa avokatë të tjerë mbrojtës, duke detyruar trupin gjykuese të caktojë një datë të re për vijimin e procesit. Seanca e radhës do të mbahet me 21 maj në orën 13. Në përputhje me procedurën, gjykata vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit për të akuzuarit deri në zhvillimin e seancës së ardhshme. Pavarësisht shtyrjes, të pandehurët kryesor përfshirë Ilir Beqajn, Klodian Rjepajn dhe Ilir Rapajn ishin të pranishëm në sallën e gjyqit. Beqaj ndodhi në burg për një tjetër dosje, atë të SANSPAK, ndërsa për çështjen sterilizimi ndaj tij është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje. Aldo Majnishti, ai dyshuar për rrëmbimin e Jan Prengës, ka refuzuar të japë dëshmi në seancën e kësaj mërkure duke shkaktuar ndërprerjen e procesit. Gjykata ka caktuar seancën tjetër me datë 21 maj, ku priten kundërshtime mbi provat e reja. Në seancën e kësaj mërkure në gjykatën e posaçme antikorrupsion, Aldo Majnishta, i dyshuar nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion për rrëmbimin e Jan Prengës, ka refuzuar të japë deklarata. Pas kërkesës për dëshminë e tij në lidhje me ngjarjen e ndodhur në muajin janar të vitit 2020, ai ka theksuar se nuk dëshiron të flasë, çka ka çuar në ndërprerje të seancës. Majnishta ishte shoqëruar nga qelia e paraburgimit për të marrë pjesë në seancën e kësaj dite pas urdhrit të dhënë nga trupi gjykues në seancën e kaluar. Megjithatë, refuzimi i tij për të folur ka shtyrë gjykatën të caktojë një seancë të re
për datën 21 maj. Në seancën e kaluar, Dritan Rexhepi ekstraduar nga autoritetet për këtë proces gjyqësor dha shpjegime për ngjarjen e rrëmbimit të Jan Prengës. Ai ka mohuar të ketë lidhje me këtë ngjarje, duke pohuar se nuk ka asnjë njohje me Prengën apo me ndonjë nga të pandehurit në procesin gjyqësor. Në seancën e ardhshme, avokatët e të pandehurve do të paraqisin kundërshtimet e tyre mbi provat e reja të depozituara nga prokurorët Elilda Kaçkini dhe Behar Dibra. Këto prova lidhen me bisedat e zbërthyer nga autoritetet e huaja mes Altin Hajrit dhe Dritan Rexhepit në aplikacionin Sky ECC, të cilat janë të rëndësishme për zbardhjen e ngjarjes së janarit të vitit 2020. Ky proces gjyqësor ka tërhequr vëmendjen e publikut për shkak të natyrës së tij të rëndësishme dhe përfshirjen e figurave të njohura si Majnishta dhe Rexhepi, dhe pritet që zhvillimet e tij të kenë ndikim të gjerë në pasqyrim të drejtë për drejtë të ngjarjeve që ka tronditur opinionin publik. Për 5 ditë me radhë, kërkimet për 29 vjeçarin Ardit Beshiri vazhdojnë pas aksidentit tragjik në qafën e Burrelit, ku aksidentalisht u mbulua nga një masiv dheu. Ushtria e Kosovës ka ofruar mbështetje për operacionin kërkim shpëtimi. Kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri, i cili humbi jetën në një masiv dheu në fabrikën e përpunimit të kromit në qafën e Burrelit, kanë hyrë në ditën e 5. Pas një aksidenti të rënd, Beshiri, i cili ishte duke punuar me ekskavator, u mbulua nga shembja e tokës dhe vërshimi i ujit, duke e bërë operacionin e shpëtimit jashtëzakonisht të vështirë. Për të përballuar situatën, qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim për të dërguar një kontingjent ushtarak për të ndihmuar në kërkimet e vazhdueshme. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës ka konfirmuar se forcat e saj do të mbështesin Shqipërinë në operacionin humanitar në qafën e Burrelit. Ky akt është pjesë e partneritetit strategjik dhe mbështetjes që shtetet mike ofrojnë njëra tjetrës në rast të emergjencash. Në momentin kur ndodhi aksidenti, Beshiri ishte duke punuar në anën e poshtme të rezervuarit, kur një sasi e madhe uji dhe materiali grumbulluar nga përpunimi i kromit e morën dhe e mbuluan atë. Pas 4 ditëve të kërkimit intensiv, ende nuk janë gjetur asnjë gjurmë me tij, përveç disa pjesëve të ekskavatorit me cilin ai ishte duke punuar. Autoritetet kanë shprehur shqetësim për sasinë e madhe të materialeve që kanë bllokuar kërkimet dhe kanë kërkuar ndihmë të specializuar të ushtrisë së Kosovës. Ndërkohë, policia ka arrestuar drejtuesin teknik të shoqërisë ku ndodhi aksidenti, Ademir Lala, për shkelje të rregullave dhe mbrojtjes në punë. Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe përgjegjësitë që mund të kenë në mbrojtjen e punëtorëve. Ky aksident ka tronditur komunitetin dhe ka sjellë në vëmendje të madhe për sigurinë në punë në industrinë e kromit dhe të ngjashme, ku shpesh ndodhin rreziqe për jetën e punonjësve. Një konflikt për çështje pronësie mes fqinjëve në fshatin Plata Hasit ka degeneruar në dhunë fizike, duke lënë të plagosur një çift të moshuar. Në përplasjen e ndodhur në oborrin e një banese, 2 bashkëshortët janë goditur me sende të forta nga një vajzë 21 vjeçare, e cila më pas është ndaluar nga policia. Një debat për pronësinë e tokës në fshatin Plata Hasit ka përfunduar në një episod dhune, duke lënë pas tension dhe persona të lënduar. Ngjarja ndodhi në orët e paradites në oborrin e një prej banesave të zonës ku një 21 vjeçare u përfshir një konflikt të ashpër me një çift qinjesh. Sipas policisë, eria ka goditur me sende të forta një burr 65 vjeç dhe bashkëshortin e tij 6 vjeçare, të cilët kanë përfunduar në spital me plagë në disa pjesë të trupit. Fatmirësisht, gjendja e tyre shëndetësore është e stabilizuar dhe sipas mjekëve nuk ndodhen në rrezik për jetën, edhe pse dëmtimet janë të konsiderueshme. Pas ndërhyrjes së policisë, vajza është ndaluar dhe po hetohet për akuzën plagosje e rëndë dhe plagosje e lehtë me dashje. Ndërkohë, disa persona të tjerë janë shoqëruar për të dhënë dëshmitë e tyre, ndërsa hetuesit janë duke analizuar shkaqet që çuan në përshkallëzimin e konfliktit. Banorët e zonës janë të shqetësuar për rritjen e tensioneve mes familjeve, ndërsa policia ka garantuar se po monitoron situatën për të parandaluar përplasje të tjera. Një 45 vjeçar është arrestuar në fshatin Kus të Tiranës pas një akti dhune ndaj bashkëshortes dhe fëmijës së tij. Ai ka qëlluar me armë në drejtim të policisë gjatë ndërhyrjes, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Pas një ndjekje të gjatë në pyll, ai është neutralizuar dhe arrestuar. Një akt i rëndë dhune është paraqitur nga policia e Tiranës pas një ndërhyrje të shpejtë dhe të koordinuar mes Komisariatit numër 1 dhe Forcave Speciale Shqiponja. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së martës në fshatin Kus të Tiranës, ku një 45 vjeçar ka dhunuar bashkëshorten dhe fëmijët e tij të mitur në banesë. Pas marrjes së informacionit, efektivët e policisë kanë ndërmarrë më njëherë operacionin i kotuar Forest. Sapo ato janë futur në shtëpinë e të dyshuarit, ai ka qelluar me armëzjarri Kalashnikov drejt forcave të rendit, por fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar në mesin e punonjësve të policisë, duke përfituar nga terreni dhe errësira.
tjera. I dyshuari ka arritur të largohet dhe fshehur në një zonë të pyllëzuar. Shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të tij dhe pas gati 2 orësh kërkim intensiv, ata kanë arritur të neutralizojnë dhe të arrestojnë 45 vjeçarin. Në vendngjarje, forcat e rendit kanë sekuestruar një armë Kalashnikov me fishek në fole, si dhe një thik, të cilën ai e mbante pa leje. I dyshuari është arrestuar dhe do të nënshtrohet masës së sigurisë, ndërsa akuzohet për dhunë familjar, mbajtje pa leje dhe sulm ndaj oficerëve të rendit. Ky rast ka rikthyer vëmendjen ndaj problematikave të dhunës në familje dhe të nevojës për një reagim të shpejtë dhe efektiv dhe nga organet e rendit, veçanërisht në raste të tilla ku është rrezik jeta e individit të pafajshëm. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. As këtë mërkur, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohej. Deputetët nuk u dakordsuan për krijimin e një komisioni që do të mundsonte votimin e fshehtë. Palët politike akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të procedurave dhe mungesë vullneti politik. Për të 12-ën herë me radhë seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës nuk arriti të përmbushej me sukses. Shkaku kryesor i bllokimit mbetet mungesa e konsensusit për krijimin e komisionit që do të administronte procesin e votimit të fshehtë. Nga 113 deputet të pranishëm në sallë, vetëm 56 u shprehën pro formimit të komisionit, ndërsa pjesa tjetër abstenuan apo refuzuan të votojnë. Partitë opozitare PDK, LDK, AAK, Nisma dhe Lista Serbe refuzuan të propozonin antar për këtë komision, duke akuzuar lëvizjen vetëvendosje për shkelje të kushtetutës dhe procedurave parlamentare. Sipas tyre, propozimi për votim të fshehtë u fut në rendite në mënyrë të papërshtatshme gjatë zhvillimit të seancës, dhe jo në fillim të saj. Avdi Dehari, që kryeson seancën konstituive, njoftoi se përpjekja për konstituim do të vijojë sërish të premte në orën 10. Ndërkohë, kandidatja e vetëvendosjes për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu shprehu pakënaqësinë e saj për qëndrimin e disa partive që nuk e përkrahin votimin e fshehtë për pozicionin që ajo synon. Për mua është e paqartë pse nuk mbështetet një formë kaq demokratike votimi për pozitat kyçe në institucionet e vendit, theksoi Haxhiu. Do të ecim me informacionet nga bota. Situata mes Indisë dhe Pakistanit po përkeqësohet të ndjeshëm pas një vale të re sulmesh ajrore dhe shkëmbimesh zjarri në Kashmir. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën për fshirë fëmijë, ndërsa të 2 palët shkëmbejnë akuza për provokime dhe shkelje të armëpushimit. Retorika e liderëve politik rrit frikën për një përplasje të madhe mes 2 fuqive bërthamore. Kufiri mes Indisë dhe Pakistanit që prej dekadash është një nga pikat më të nxehta të globit, po përjeton një tjetër val për shkallëzimit të rrezikshëm. Pas një nate të tensionuar e shoqëruar me bombardime ajrore, raketa dhe të shtëna armësh, dhuna ka shkaktuar viktima të shumta në të 2 anët e vijës së kontrollit në Kashmir. Mbi 11 persona janë raportuar të vdekur për fshirë fëmijë dhe 10 të plagosur, ndërsa situata po shihet me shqetësim nga komuniteti ndërkombëtar. Autoritetet indiane njoftuan nisjen e operacionit si ndor një ofensivë ajrore që synonte baza të pretenduara të grupeve ekstremiste, duke deklaruar se janë eliminuar 70 militant në 9 lokacione të ndryshme. Nga ana tjetër, Pakistani dënoi ashpër veprimet e Indisë, duke i cilësuar si një akt lufte dhe paralajmëroi përgjigje të fortë në rast të përsëritjes së sulmeve. Kryeministri Shehbaz Sharif deklaroi se vendi i tij nuk do të qëndrojë duar kryq përballë një agresioni të tillë. Ndërsa përplasja mes 2 fqinjeve me armë bërthamore sa vjen e intensifikohet, India fajson Pakistanin për një masakër të ndodhur muajin e kaluar në Kashmir, ku u vran 26 persona. Islamabadi mohon çdo përfshirje dhe akuzon New Delhin për shkelje të armëpushimit. Në një përpjekje për të ulur tensionet, Shtetet e Bashkuara bëri thirrje për përmbajtje, ndërsa presidenti Trump shprehu shpresën se konfrontimi do të ndalet para se të dalë jashtë kontrolli. Të paktën 59 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, kanë humbur jetën nga një vale re bombardimesh në rripin e Gazës. Mes objektivave të sulmuara ishte dhe një shkollë mbi populluar me të zhvendosur, ku humbën jetën në 10 civil. Ndërkohë, Izraeli paralajmëron një zgjerim të ofensivës toksore në muajin e 20 të luftës me Hamasin. Dhuna në Gaza nuk njeh ndalesë. Të paktën 59 civil humbën jetën gjatë 24 orëve të fundit nga sulmet ajrore izraelite që goditën disa zona të banuara në enklavën palestineze. Një prej goditjeve më të rënda ndodhi në një shkollë të kthyer në stre për qindra të zhvendosur në kampin Burei, në qendër të Gazës. Sipas burimeve spitalore në Al-Aqsa, 27 persona mbetën të vdekur, mes tyre 9 gra dhe 3 fëmijë, ku ndërtesa u përfshi nga flakët pas bombardimeve. Në qytetin e Gazës, një tjetër shkollë është ndërruar në qendër emergjente, u qellua në orët e para të mëngjesit, duke shkaktuar 16 viktima të tjera, raportojnë mjekët në spitalin Al-Ali. Ndërkohë, sulme të shpërndara në pjesë të tjera të territorit kanë shtuar më tej bilancin tragjik të viktimave.
Pamjet nga vendngjarjet tregojnë ndërtesa të shkatëruara, tym të dendur dhe ekipe shpëtimi që kërkojnë mes rënojave për të mbijetuar. Shkolla të mbushura me gra, fëmijë dhe të moshuar janë kthyer në objektiva të përsëritura të sulmeve, për herë të pestë që nga nisja e konfliktit. Ushtria izraelite nuk ka reaguar zyrtarisht për këto bombardime, por ka përsëritur akuzat ndaj Hamasit, duke thënë se përdor infrastrukturën civile për qëllime ushtarake. Ndërsa grupi militant i ka mohuar këto pretendime, komuniteti ndërkombëtar po shpreh shqetësim për përshkallëzimin e situatës humanitare. Ndërkohë, kabineti i Izraelit ka miratuar një plan për të zgjeruar praninë ushtarake në Gaza, me synimin për të kontrolluar të gjithë territorin palestinez në një afat të pacaktuar. Lufta, që tashmë ka hyrë në muajin e saj të 20, po shndërrohet në një tragjedi të përditshme për popullin palestinez, i cili mbetet i pambrojtur përballë një ofensive ushtarake që nuk po kursen as vendstrehimet civile. Zyrtarë të lartë amerikanë dhe kinezë do takohen në Zvicër këtë fundjavë për të diskutuar mbi përshkallëzimin e krizës tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Takimi i cili mund të shënojë fillimin e një zgjidhjeje diplomatike ka ndikuar menjëherë në stabilizimin e tregjeve financiare. Palët synojnë të negociojnë ulje tarifash dhe rrugdalje nga ngërçi ekonomik. Pas një periudhe të zgjatur tensioni në marrëdhënie tregtare midis SBA dhe Kinës, një takim i nivelit të lartë që do të zhvillohet në Zvicër këtë fundjavë ka rritur pritshmëritë për një zbutje të krizës. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent dhe kryenegociatori për çështje tregtare, Jamie Songrer, do të takohen me zyrtarin më të lartë ekonomik të Kinës, Li Feng, për të eksploruar mundësinë e një kompromisi që do të jepte fund përshkallëzimit të tarifave dhe përçarjeve në tregtinë globale. Lajmi për takimin u konfirmua nga Washingtoni dhe pati menjëherë një efekt pozitiv në bursat botërore, duke i shtyrë ato drejt rritjes pas javësh pasigurie. Sipas burimeve të afërta me bisedime diskutime do të përqendrohen në mundësinë e uljes së tarifave dhe rivendosjen e rrjedhave normale të furnizimit, të cilat janë dëmtuar rënd nga vendime proteksioniste të marra në muajt e fundit. Zhvillimet e fundit kanë ushqyer frikën për një ngadalësim të ndjeshëm ekonomik në shkallë globale. Vet Bessent ka deklaruar se situata aktuale është bërë e papërballueshme dhe e ka përshkruar si një formë moderne të një embargoje. Duhet të qetësojmë situatën, para se të mund të ecim përpara, tha ai në një intervistë televizive, duke nënvizuar rolin që pritet të luajë Zvicra si një vend neutral në këtë përpjekje delikate diplomatike. Kancelari i ri i Gjermanisë ka reaguar ashpër ndaj mbështetjes së dhënë për AfD-n nga figurat e afërta me ish-presidentin Trump. Ai paralajmëroi Washingtonin që të mos ndërhyjë në proceset e brendshme demokratike të Gjermanisë. Merz pritet të zhvillojë një bisedë telefonike me Trump në përpjekje për të qartësuar qëndrimet. Tensioni mes Berlinit dhe Washingtonit është rritur pasi kancelari i sapo zgjedhur i Gjermanisë, Friedrich Merz, paralajmëroi qartë SBA të përmbahet nga përfshirja në skenën politike gjermane. Reagimi i tij vjen pas një valje mbështetjeje që figura të rëndësishme amerikane, përfshirë Elon Musk dhe zëvendës presidentin J.D. Vance, kanë shprehur ndaj partisë së ekstremit të djathtë AfD, e cila doli i forcë e dytë në zgjedhjet e fundit. Në një intervistë televizive Merz theksoi se respekton marrëdhëniet tradicionale me Shtetet e Bashkuara, por nuk pranon që politika amerikane të ndikojë në proceset demokratike të Gjermanisë. Ai vuri në dukje se vetë nuk ka ndërhyrë asnjëherë në fushatat amerikane, madje as gjatë zgjedhjes së Donald Trump. Zërat kritik në Shtetet e Bashkuara, përfshirë deklaratat e senatorit Marco Rubio që i quajti ndalimin e AfD, një akt tiranik, janë cilësuar si të papranueshme nga autoritetet gjermane. Ndërkohë Berlini zyrtar ka theksuar se vendimi për të kategorizuar AfD si parti ekstremiste është rezultati i një hetimi të pavarur dhe ka për qëllim mbrojtjen e rendit demokratik. Historia na ka mësuar rrezikun që paraqet ekstremizmi i djathtë dhe veprimet tona janë në përputhje me Kushtetutën, deklaroi Ministria e Jashtme e Gjermanisë. Përplasja e fundit duket se do të testojë marrëdhëniet mes dy aleatëve tradicional në një kohë kur politika e brendshme europiane po bëhet gjithnjë më e ndjeshme ndaj ndikimeve të jashtme. Për të tretën ditë radhazi, dronët ukrainas kanë goditur kryeqytetin rus duke sjellë pezullimin e përkohshëm të aeroporteve të Moskës në prag të vizitës së presidentit kinez Xi Jinping. Vizita e liderit kinez, i cili konsiderohet aleati më i rëndësishëm ekonomik i Kremlinit, shënoi një moment kyç për përpjekjet e Rusisë për të demonstruar mbështetje ndërkombëtare. Sulmet me dron nga Ukraina në drejtim të Moskës janë bërë tashmë të përditshme. Të mërkurën, për të tretën ditë me radhë, kryeqyteti rus u përball me një tjetër valë shpërthimesh ajrore, duke detyruar mbylljen e përkohshme të shumicës së aeroporteve ndërkombëtare. Kjo ndodhi vetëm pak orë përpara se presidenti i Kinës, Xi Jinping, të zbarkonte në Rusi për një vizitë shtetërore me një agent të mbushur me ceremoni zyrtare. Përmes kësaj vizite, Xi pritet të marrë pjesë në paradën e madhe ushtarake në sheshin e Kuq më 9 maj, ku Rusia do të shënojë 80 vjetorin e fitores mbi nazizmin. Kremlini e ka përshkruar pjesëmarrjen e udhëheqësit kinez si një sinjal të qartë se Rusia nuk është e izoluar ndërkombëtarisht.
Sipas autoriteteve ruse, 28 lider botëror janë ftuar në këtë ceremoni, duke përfshirë edhe përfaqësues të ushtrisë kineze që do të marshojnë në shesh. Në të njëjtën kohë, Ministria e Jashtme e Ukrainës lëshoi një deklaratë drejtuar vendeve të huaja, ku theksoi se pjesëmarrja në këtë paradë përbën një akt që bie ndesh me pozicionin e deklaruar neutral të disa shteteve në raport me luftën në Ukrainë. Nga ana tjetër, Kremlini ka shpërsuar retorikën, duke akuzuar Kievin për akte terroriste, ndërsa garanton se shërbimet e sigurisë janë vënë në lëvizje për të ruajtur qetësinë në Moskë gjatë zhvillimeve ceremoniale të ditës së fitores. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 8 maj 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht me diell dhe temperatura të larta për periudhën. Vranësira të pakta priten kryesisht në relievet malore gjatë pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Në zonat e ulta perëndimore, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor, me shpejtësi 4 deri në 8 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare era mund të arrijë deri në 11 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 16 deri në 30 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë, Peshkopi 14 deri në 27 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 30 gradë, Durrës 18 deri në 29 gradë, Kavaj 17 deri në 28 gradë, Elbasan 16 deri në 29 gradë Celsius, Berat 16 deri në 30 gradë, Korç 14 deri në 27 gradë, Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius, Gjirokastër 17 deri në 29 gradë, Sarand 18 deri në 28 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 8 maj 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe i nxehtë. Pritet diell gjatë gjithë ditës, me ndonjë vranësirë të lehtë në zonat kodrinore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor, me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 14 deri në 31 gradë Celsius, Podujev 14 deri në 30 gradë, Skënderaj 14 deri në 29 gradë Celsius, Pejë 15 deri në 31 gradë, Prishtinë 14 deri në 32 gradë Celsius, Gjakov 15 deri në 31 gradë, Malishev 15 deri në 30 gradë, Gjilan 14 deri në 31 gradë, Ferizaj 14 deri në 31 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri në 30 gradë Celsius, Suharek 16 deri në 30 gradë, Prizren 15 deri në 31 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë të takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.